I mbushur me mbeturina, dikë të rrenuar e urë të dëmtuar, kështu duket pamja të lumi në parkun Shkugës. E gjithë rrjedha e lumit në këtë vend është e mbushur me mbeturina nga më të ndryshmet. Kryeshefi i kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati, Bear Freizi, tha se së shpejti do të bëjnë pastrimin e mbeturinave në shtratin e lumit. Lumi i cili ka lënë aty, na baza mujore ose javore pastrojmë gjatë sezonit verës ose gjatë sezonit pranverës ku s'ka rreshje. Tash është e pamundshme më futë në atë proces, është domethënë uji i cili vjen është sasi e madhe, nuk kemi mundësi. Kështu që kur bie sasi e ujit ato edhe pastrojmë. Ndërsa për ndërtimin e urës, kryeshefi thotë se ura është dëmtuar në mënyrë vandalizme dhe nuk është kompetencë e ndërmarrjes që ai menaxhon që të bëjë ndërhyrje. Nuk po mund me paragjyku, është një grup i njerëzve, është një tonësi e njerëzve që janë ka i prishin hapësinat publike, të cilat jemi ka i bojë më shumë mund. Mirë po, bazuar në qëto shajpa me shka i thatë edhe ju, në besoj që këtë javë do të dalim edhe me ekipet tona, mi bo edhe pastrimin e qasaj pjese, mirë po aja pjesa cilat janë dëmtuar, ato nuk është obligimi joni, ato është obligimi komunës. Komuna besoj që do të merr masa. E për digën në lum, Freizi tha se kjo është kompetencë e komunës së Gjakovës.